Mirë brema! Miruana, si e ke? Mirë brema gjithë. Mirë se erdhët në Ferma VIP 2. Si që kemi zakon të vim ne me energjinë karakterizuar. Faleminderit të shumë dashurmiq ju këtu dhe ju atje që po na ndiqni që për 2 muaj keni qenë me ne në çdo takim, duke përjetuar çdo moment special që na kanë dhëruar fermerët tanë. Një ritëm i çmendur duhet thënë, por që ja ka vlerëtur çdo sekond. E përvoja të tilla të cilat ndodhin vetëm një herë në jetë, janë si diamanti, themone. Me qënë se e thash të fjalë, sonte nuk dua të zjatem shumë, se ndonjëherë nuk ka nevojë për fjalë, e kuptoni? Dua të kthej syt tek ajo që është diamanti im në këtë skenë, tek Zhaku. Mirëmbrëma Zhaku. Je shumë e mirë, faleminderit shumë. Diamant të kemi ty, po ne të tjerët jemi aty afër edhe të falenderoj shumë për këtë mundësi. Faleminderit shumë, ndërkohë që ju e dini që skena jon ka 2 diamant dhe dua t'ju uroj një mirëmbrëma. Po këtë diamanti ti të ku është? Po, se apo gjërat e çmendura si puna e diamantit ti rrëmbejnë. Të çmuara, gjërat e çmuara. Ti rrëmbejnë, po bëj shaka, kasën nuk e kemi sonte, besoj e keni kuptuar, nuk ka nevojë, nuk do shumë mend, por siç e thonë asaj fjale, një ikën dhe një tjetër vjen. Dhe kush do t'jetë ajo që do të zë vendin e opinionistit? Vjen nga studio ngjitur, jo shumë larg, pas një sezoni shumë të suksesshëm si antar i jurije në Albania's Got Talent. Na kanë ndjekur me këshëri në këtë rrugtimin ton të bukur dhe unë jam shumë e lumtur që në fakt ta kemi sonte me shumë nder, zonja e zotrinj, ajo është thjesht diva Adelina Ismaili. Mirë se erdhe o yll i bukur, ja ku është vëndyt, pozicionohu. Na fale, po atë muzikën e duam e para edhe një herë, edhe e dyta me volum më të lartë. Qishte kjo kështu si? Ashtu, ajta. Qo, Adelina! Qo, pak, qo! Bukur, ja pra për këtë e kisha fjallën. Si e ti? Mirë. Mirë se erdhe? Mirë se gjeta. Jam shumë e lumtur të të kem sonte. Edhe unë jam e lumtur që jam me ty. Aq më tepër në rolin e opinionistës, se di mirë që kur t'jepet fjalla në të tilla raste, do e bësh nami. Ta shohim. Sonte pasi lloj kështu, kamuflimi. Okej. Diu e lirë. Se ne jemi një skenë shumë e lirë, nisur nga Zhaku, që është tërësisht e lirë, pastaj vjen tek unë, nga ora 12 kemi ca gjëra tona aty që lirojmë fare, do e përjetosh këtë gjë. Do ndihmoni ju. Na ke ndjekur në i qika të rinë? Na ke ndjekur në pak? Falë, s'po ndigoj. Faleminderit. Ana ke përcjell ndo pak? Po. Në fakt është reality e vetme që e kam përcjell, sepse si koncept kur nuk më ka pëlqyer në të kaluarën reality-ja. Po kjo ideja që të marrin VIP dhe të fusin në një fermë, mu ka duk shumë interesante, edhe e kam përcjell. E kam përcjell. Edhe është me të vërtetë shumë interesante, shumë interesante. A do e shihet ti veten atje në ndonjë sezon të ardhshëm? Po. Bravo! Bukur! Do kemi sonte mundësi të flasim, por unë ceka pak në hapje teksa të ftovaj që së shpejti nis edhe sezoni i dytë i Albania's Got Talent, që po ashtu ka qenë një super sukses, edhe ti do t'jesh sërish si antare jurie, dhe me thënë të vërtetë nuk besoj që do shoj ndonjëherë historia antare jurie më të bukur. Faleminderit. Realisht. Tani këtë janë fjalë që unë ndjej t'i them edhe i them. Unë kur hyra, thash, vizioni tashmë është bërë shtëpia ime e dytë,
për shkak të Albania's Got Talent, edhe jam shumë, me të vërtet shumë e nderuar që jam aty, është puna më e bukur që e kam bërë ndonjëherë, dhe ndoshta më e lehta. Shumë suksese në sezonin e ri televiziv, do ju ndjekim po aq me këshëri sa na keni ndjekur edhe ne. Tani do të futemi në temë, mendoj se të gjitha i tham apo jo Zhaku, por nuk tham atë gjën që unë kam fiksim të them çfarë do të ndodh sonte. Sonte kemi dasëm, të gjitha bestoj. O si na e laqë për gjysmë? Kaq do ndodh sonte. S'po themi më shumë. Po kush martohet tjerë, është ideja. Dini gjë kush martohet sonte? Vërtet ka dasëm? Vërtet ka dasëm atë. Wow. Dhe dasëm prej vërteti. Hajde, me Shami, Beqari, me të gjitha, do Me të digjet. gjitha. Hajde, gjithë surpriza je Luana, se mos a martohesh vetë. A ty pasaj du bëjmë pishman që serda e vishur tamam. Nuk po flasim më tej. Na ndishni se nuk keni për të pentuar. Kaq kishim. Tani shkojmë tek dhe me qenë se jemi këtu dhe unë nuk rrit dot pa pyet për veten time, kam prer flokët ose më saktë, kam hequr extensionat, të janë flokët e mi natyral. Jam mirë kështu apo ti rris prap? Se sikur s'po bindem. Okej.